5 këshilla të një dietarit të madh, Imam Dhahabiut, sa i përket të mënyrës se si ne mund të mbrohemi dhe të ruhemi nga këto sprova. Imam Dhahabiu, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: kur të ndodhin sprovat, atëre para mbaju për sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. E dyta, hesht vazhdimisht. E treta, mos u merr me punë që nuk ke ndonjë interes në të. E katërta, për atë që nuk e ke të qartë, referoju Allahut dhe dërguarit të tij. Dhe e pesta, ndalo dhe thuaj Allahu e di. Pra, janë 5 këshilla të cilat janë të jetë të rëndësishme, siç edhe do të vrej me lenin Allahu te bareke ve teala, nëpërmjet cilave ne në kohë të sprovave arrim që ta ruajmë besimin ton, arrim që ta ruajmë fen ton, arrim që të mos përfshihemi në ato që janë vërtet të rrezikshme.